Ministria e Brendshme Albana Koçiu njoftoi nivelin e rritjes së pagave për punonjësit e policisë së shtetit që do të hyjë në fuqi nga janari 2026. Sipas ministres, pagat bazë dhe shtesat për kushte pune dhe ushqim do të rriten në të gjitha nivelet hierarkike të strukturës së policisë së shtetit, nga inspektorët e thjeshtë deri te drejtuesit më të lartë. Pas kësaj rritjeje, paga mesatare për drejtuesit e parë do të arrijë në 171.500 lekë, duke përfaqësuar një tjetër hap në mbështetje të forcave të rendit dhe sigurisë publike. Ministria theksoi se ky vendim është pjesë e angazhimit të qeverisë për të përmirësuar kushtet e punës dhe motivimin e punonjësve të rendit, të cilët janë në vijën e parë të shërbimit ndaj qytetarëve. Nga 1 janari 2026, pagat bazë dhe shtesat për ushqim dhe kushtet e punës së punonjësve të policisë së shtetit do të rriten në të gjitha nivelet hierarkike. Paga mesatare llogaritet për punonjësit me një vjetërsi mesatare prej 15 vjetësh. Inspektori i thjesht, paga bazë nga 80.500 lekë rritet në 84.525 lekë, pra plus 4.025 lekë. Me shtesat për ushqim dhe kushtet e punës, paga mesatare arrin në 100.000 lekë. Drejtuesi i policisë së shtetit, paga bazë 130.500 lekë, rritet në 141.450 lekë, pra me një shtesë prej 10.950 lekë. Me shtesat për ushqim dhe kushtet e punës, paga mesatare arrin në 156.450 lekë. Drejtuesi i parë, paga bazë nga 145.500 lekë rritet në 156.825 lekë. Shtesa plus 11.325 lekë. Me shtesat për ushqim dhe kushtet e punës, paga mesatare arrin në 171.575 lekë.